Mitropoliti i Elbasanit Andoni ka drejtuar këtë të diel liturgjinë hynore në katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Gjatë fjalës së tij, hirësia e tij Andoni ka dhënë rëndësinë që kanë mesazhet e Ungjillit në jetën tonë. Mitropoliti tha se nëse në veprat tona të bamirësisë dhe mirësisë nuk ka dashuri, atëherë ato nuk vlejnë. Hirësia e tij u shpreh se nëse ne nuk i falim mëkatet të tjerëve, as Zoti nuk i fal mëkatet tona. Nërsa Zoti e ka bërë shumë të qartë, pak më përpara ai u thot apostujve të tij se ditën e fundit të kësaj bote, kur do të vijë dhe gjykimi, askush nuk mund ta di, as ëngjët në qej, madje ai u thot që as biri i njeriut, vetëm Ati që është në qiell. Zoti na ka paralajmëruar që ashtu si ata punëtorët e ndershëm duhet të vigjilojmë e duhet të jemi punëtor të rregullt çdo ditë. Jo si ata që e kalojnë kohën duke shpërdoruar atë, me idenë që Zoti do të vonojë për të ardhur. Dhe siç thot vet ai do të vijë në atë orë kur askush nuk e pret. Për këtë arsye, nuk ka kuptim të merremi me parashikime, sesa ka shumë më rëndësi të merremi me atë që Zoti na thot në Ungjillin e sotëm. Na thot Zoti që ai kur të vijë do t'i ndajë njerëzit në dy krah. Janë ata që ai krahason si delet, që janë të mbarë, të urtë, që janë brenda tufës edhe grigjës së Perëndisë. Dhe gjithashtu janë dhe ata të cilët ai krahason me dhitë, që shpeshherë është vështirë t'i mbledhësh, është vështirë edhe t'i drejtosh. Për këtë arsye, këta janë njerëzit e ligj që Zoti na thot në Ungjill. Në ndryshim me pjesë të tjera që flasin për fundin e botës, për gjyqin e fundit, për ardhjen e mbretërisë së Perëndisë, pjesa e sotme e gjykimit të fundit, kur të gjithë ne, ata që do jenë gjallë në kohën që do vi Zoti, dhe gjithë ato breze që kanë ndërruar jetë, do të ngjallen përpara Zotit dhe do të ketë vetëm një kriter, siç na thot Zoti në këtë pjesë të Ungjillit. Kriteri do të jetë veprat tona. Në fund të fjalës së tij, hirësia e tij u shpreh se nëse në veprimet tona nuk ka dashuri, besimi ynë mund të jetë i vakët dhe aq i pakët sa nuk na shpëton dot.